Fytyrën e ruan gjatë gjithë jetës dhe e humb vetëm një herë. Ky është përgjigjja e kryeministrit Hristian Mickovski kur u pyet nga televizioni Koha nëse ka bisedime me Zjadin Selën për zgjerimin e koalicionit të tij qeverisës. Mickovski tha se bashkëpunimi me partnerët aktual është korrekt dhe se për momentin nuk ka hapësirë për zhvillim të bisedimeve me partitë e tjera. Ние имаме принципиален договор како коалициони партнери во владата. Si koalicion kemi bashkëpunim shumë korrekt dhe nuk shoh për momentin hapësirë për bisedime me partitë e tjera politike, sepse do ta përsëris. Fytyrën e ruani gjatë gjithë jetës kurse e humni vetëm një herë. Për sa i përket çështjes së ministrit Fatmir Limani dhe zëvendës kryeministrit Arben Fetahu, të cilët hapëtëzi janë konfrontuar me udhëheqësinë e koalicionit Vlen, Mickovski tha se marrëveshja parimore me koalicionin Vlen është në fuqi dhe se këto çështje do të diskutohen patjetër para rikonstruimit të kabinetit qeverisës që pritet të ndodhë në muajin qershor. Како коалиција имаме исклучително коректна sоработка. Ne kemi marrëveshje parimore në qeveri të tre strukturat politike, koalicioni i udhëhequr nga BMRO dhe PMN, koalicioni Vlen dhe partia politike Znam. Kemi lajmëruar se në muaj qershor ose korrik do të kemi rikonstruim të qeverisë dhe kuptohet, shumë çështje para këtij rikonstruimi do të vendosen në tavolinë dhe do të diskutohen. Kujtojmë se pas përfundimit të zgjedhjeve të fundit parlamentare, shumë deputet shqiptar kanë lëvizur herë nga pushteti në opozitë dhe herë nga opozita drejt shumicës, duke mos gjetur rehati, ndërsa sa janë korrekt ndaj votuesve lëvizjet e tilla, mbetet që të vlerësoni ju vetë, shikues të nderuar.